Arbënor Spahiu, ish pjesëtar i njësisë speciale operative të policisë së Kosovës, është ndaluar më 7 qershor nga autoritetet serbe në pikën kufitare Horgosh. Kurse dje autoritetet në Serbi i kanë shqiptuar masën e paraburgimit për 1 muaj Spahiut. Arbënor Spahiu ish zyrtar policor i njësisë speciale operative, pas 2 ditësh ndalim, sot i është caktuar masa e paraburgimit 1 mujor në Serbi. Ky vendim është i padrejtë, i motivuar politikisht dhe pas një prova për bazë faktike, ka thënë avokati Arjanit Koci. Arrestimi i Spahiut nxiti reagime publike, derisa institucionet e Kosovës vlerësojnë se arrestimet e tilla janë arbitrare dhe kanë kërkuar lirimin e Spahiut. E në lidhje me atë se si veprojnë ndaj këtyre vendimeve të Serbisë, ka folur profesori Muhamet Klemendi. Fillimisht ai u shpreh se arrestimet e tilla në pikën kufitare janë të padrejta dhe është një mjet kriminal për të provokuar Kosovën. Çështja e arrestimeve të shqiptarëve në Serbi janë bërë dukuri e përditshme. Kjo për fakti se shteti serb e njeh Kosovën si territor serb. Së këndemi po vepron edhe ligji serb dhe po arrestohen pjesëtarë të policisë, të pushtetit dhe të ish ushtarëve të UÇK-s. Arrestimet e tilla janë de jure dhe de facto të padrejta dhe nuk shkojnë në drejtim të ndërtimeve të raporteve të shëndosha ndërshtetërore. Kështu është krijuar mendimi se vetëm lufta e ndan Kosovën nga Serbia. Një luftë e tillë veçishte tash po veprohet me mjete kriminale për të provokuar Kosovën. Brenda vendit është duke vepruar me minoritetin serb dhe me veglat e ndryshme për pro-serbe, ka nënvizuar profesori. Po ashtu, Klemendi këto arrestime cilësoi lëvizje shumë të rrezikshme, pasi vlerëson se po bëhen për të shkaktuar një situatë shpërthyese që të destabilizojë siguria në vend. Veprimet janë të rënda dhe shumë të rrezikshme. Kolona e 5 integrale serbe është rritur në Kosovë. Serbia po e pret kohën, deri atëherë janë futur në veprime elemente spiune serbe. Në këtë kontekst shkojnë edhe arrestimet e pjesëtarëve të ndryshme nga Kosova dhe Serbia, e gjithë kjo si formë provokimi për të krijuar gjendje të ndjerë dhe shpërthyese. Në ligjin serb është Kosova Serbi, këtu e ka bazën e vet dhe lëvizja ushtarake serbe në brezin kufitar me Kosovën dhe masat e tjera provokative serbe mlaja. Serbia po tregon se do ndarjen e coptimit të Kosovës ose ripushtimin e të Republikës, ka theksuar ai. Ndër të tjerash, profesori tregoi planet e shtetit serb për Kosovën, ku në këtë rast kërkoi nga partitë shqiptare të tregojnë unitet politik për ndërtimin e strukturës mbrojtëse të shtetit.